Ndërkaq pyetja tjetër na vjen nga Dili nga Ferizaj. E thot pasi që ne dim se çdo gjë që ka më shumë dëm se sa dobi është haram. Atëherë si është çështja me pirjen e Coca-Colës kur dihet qartë se dëmet e tij janë të shumta? Në lidhje me pirjen e Coca-Colës, neve m'duket se kemi dhënë një përgjigje më herët dhe themi se feja jonë, do thot Islami, është i ndërtuar në baza dhe në kritere të qarta dhe të kuptueshme për të gjithë njerëzit. Për të thënë një çështje se është i ndaluar haram apo është i lejuar, nuk është do thot e drejtë e personave, njerëzve, e as e hoxhallarëve, pavarësisht se kush janë ata. Kjo është do thot e drejtë e Zotit, el hakimia, si i thonë do thot në gjuhën arabe, do thot gjykimi në gjëra i takon vetëm Zotit të Madhërisëm. Prandaj kjo është do thot një pjesë e besimit të muslimanit, është me besu se Zoti i Madhërisëm është i vetmi i cili gjykon do thot për gjërat, për njerëzit në përgjithësi. Mirë po, neve do thot jemi ata të cilët e zbatojmë do thot këtë gjykim të Zotit të Madhërisëm. Tash në rastin konkret, në çështjen e Coca-Colës, për t'i thënë se është i ndaluar, atëherë kjo nuk është e drejtë e jonja. Do thotë nuk është e drejtë e njerëzve që ne t'i ndalojmë apo t'i lejojmë gjërat. Mirë, po këtë duhet me e vendos do thotë në kriteret dhe parimet islame. Nëse Coca-Cola në vetvete ka dëme, me një fjalë do thotë në përmbajtjen do të thonë substancat kimike, do thotë në të ka gjëra të rrezikshme, sikurse mund të ketë përqindjet alkoolit apo mund të ketë do thot përqindje të gjërave do thot toksike që janë do thot të helmueshme do thot për organizmin e njeriu, apo në të ka ndytësira, apo në të mund të ketë ndoshta ndonjë gjë e cila është e dëmshme për organizmin e njeriu dhe kjo vërtetohet nga ana e mjekëve, atëherë automatikisht vjen do thot rregulli se ajo gjë është e ndaluar për arsye se Allahu xhalla wala e ka bë ligj se gjërat e mira janë të lejuara, kurse gjërat e këqija do thot janë të ndaluara, gjërat e ndyta të këqija, të dëmshme janë të ndaluara. Nëse e marrim Coca-Colën edhe bëjmë këtë hulumtim do thot nga aspekti mjekësor, atëherë nuk mund të konstatojmë se ka do thot gjëra toksike. Edhe nëse ka përqindje të cilat mund të jenë aty, nuk janë të asaj përmase që mund të ndalohet, për arsye se çdo lëndë do thot apo çdo ushqim në vetvete ka edhe disa materie që mund të jenë do thot toksike apo të dëmshme, mirë po mund të jenë do thot përqindje shumë të vogla që nuk janë shumë do thot në fakt do thot e dëmtojnë do thot organizmin e njeriu. Edhe në rastin e Coca-Colës, siç është bërë do thot shtjellimin nga aspekti mjekësor, do thot vërtetimi i përmbajtjes së saj, nuk mund të themi se është i dëmshëm do thot për organizmin e njeriu dhe duhet automatikisht të ndalojmë atë, sikurse që është do thot rasti me alkoolin apo me diçka tjetër. Prandaj themi se ka mundësi një njeriu ta ndalojë veten mos ta konsumoj atë për arsye se largohet për shembull nga pijet gazuara, për arsye se ato mund të kenë do thot efekte negative, po jo të asaj mase që ne ti themi do thot se ajo pije do thot është e ndaluar. Prandaj themi se ashtu siç kuptohet do thot vërtetimi apo thënia se Coca-Cola mund të jetë e ndaluar është një paragjykim dhe është një vlerësim jo i studiuar nga vështrimet të cilat kërkohen të studiohen nga aspekti islam për të cilësuar gjërat si të lejuara apo të ndaluara. Zoti i di më së miri.